Uli, një event i veçantë për Pogradecin për herë të parë. Pse në Pogradec dhe sa sportistë marrin pjesë? Atëherë, jemi në Pogradec sepse Pogradeci e ka bekuar Zoti. Domethënë, ka krijuar kushtet e favorshme për të bërë një garë triatlon. Dhe vim për herë të parë me këtë edicion triatlon Pogradec për ta bërë një traditë të përvitshme dhe për të konkuruar dhe 3 edicione të tjera që janë në Tiranë, në Shkodër edhe në Himar. Kështu që shpresojmë që do të ecim mbar. Gjithashtu këtu garojnë mbi 103 garues, domethënë janë në këtë garë dhe konkurrojnë për 2 kategori, olimpik edhe sprint. I uroj suksese të gjithëve dhe falenderoj nga zemra të gjithë ata që bën të mundur realizimin e këtij eventi. Në fakt duket që është një event i përmasave ndërkombëtare që ku e kthen vëmendjen tek Pogradeci e haruar nga sportet në këtë qytet, apo jo? Pikërisht, ne kemi ardhur për ta zgjuar nga gjumi pak Pogradecin, jo vetëm me maratonat e vrapit, po themi, por edhe me një garë të veçantë siç është sporti i triatlonit dhe ndoshta në të ardhmen pse jo një Ironman. Kështu që të shohim. Sa janë të huaj? Të huaj janë rreth 30-35 veta, që vinë nga Malizi, nga Maqedonia, nga vëzhgjet tanë kosovar, nga Britania, nga Gjermania, këto janë domethënë pak a shumë. Po grup moshat? Grup moshat variojnë nga junior që janë 13 vjeç, 16 vjeç, 17 vjeç, kaq, nuk ka më tepër. Edhe, te pjesa e grup moshave nga 13, 16, 17 dhe shkojnë deri në 65 vjeç, sepse po flisja për junior, po harrova pjesën veteran, që shkojnë deri në 65 vjeç. Deri në 65 vjeç. Po. Më tregon si funksionon triatloni? Triatloni funksionon kështu. Si fillim fillon me disiplinën e notit, më pas kalojmë te bicikleta dhe më pas tek vrapi. I ndajmë me 2 domethënë kategori, sprint dhe olimpik dhe janë sprint individual, sprint teams relay, olimpik individual dhe olimpik teams relay. Pra janë pa ndërprerje. Janë pa ndërprerje. Vazhdon ciklizmin, pastaj vazhdon edhe vrapin. Edhe vrapin, po. Dikush e bën individuale këtë garë, dikush e bën ekipore. Kjo është si fort. Faleminderit edhe juve gjithë.